kam rreth 360 ranj ullëj. Nga këto 360 ranj ullëj, para 2 vjetë shumë ka marrë 26 kujtar ullëj, njësa si vjetë, i qikë thatësira, i qikë këto gjërat e tjera, neve arritëm s'marrim as 10%. 3 kujtale gjys ullëj kam prodhur si vjetë. Si vjetë, na dëmtoj mjaftë thatësira e beharit, plus që edhe shërbimet të neve me kraje kemi bërë tëra, se makineri gjera nuk kemi. Shtetin nuk do të pillovi vete se kemi ne ullëj apo s'kemi ullëj ne. Edhe situata është skandal. Ullëj nuk kanë ashtë sa që kanë pas vjetë, kanë më pak, po punën e dunë, që ti mledhish, punëtor s'ka, unë vetë jam i pafuqishëm me gjithë grua, edhe punëtori që ta pagush, do lekë. Prodhimi këtë vit është në rënje. Është në rënje për shkak të kushteve atmosferike, për shkak të ciklit biologjik, një seri e gjatë që është në rënje. Ka krahasuar me vjetë, ka fermerë që ka shumë rënje, po ka dhe fermerë që janë diku të 5%, 20%, apo 30%, por e sigurt është 95%. Ne jemi një kooperativ që grumulloj vajin prej afërsisht 10-12 vjetësh. Kuptoj që në sasi mesatare, nuk jemi se grumullojmë sasitë të mëdha. Ne grumullojmë vaj ullëj ekstra virgjin. Viti që shkoi pati një grumullim afërsisht një çmim te 620, 630. Para mbi 6, por nën 650, 650. Si vjet ekstra virgjin është 7 dhe si. Nëse fermeri mbështetet, nëse fermeri kreditohet me kredit buta ose me kredit në 0%, nëse fermeri solucionohet, atëherë në çmimi bie. Po për sa kohë ne kemi fermerin që punon akoma me kazën dhe me lopatën, me kërhërin e me dorë, çmimi do dalë lart, sepse edhe fuqia punëtore është shumë e lartë.